Në fjalimin e mbajtur të premte në mbrëmje në Mount Rushmore, presidenti i SBA-s pretendoi se një kërcënim komunist në ringjallje përbën një rrezik serioz për vendin. Donald Trump ka hapur fundjavën e festimeve për 250 vjetorin e Amerikës me një sulm të jashtëzakonshëm politik ndaj asaj që ai e quajti kërcënimi komunist në SBA, duke i paraqitur mbështetësit e tij si armiqtë e 4 korrikut 1776. Presidenti amerikan foli për rreth gjysmë ore në Mount Rushmore, në Dakotën e Jugut, ndalesa më e fundit e turit të tij për të shënuar për vjetorin historik të shpalljes së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara nga Britania. I pritur me thirrjet USA dhe i ndërprer për pak çaste nga një fluturim i avionëve luftarak F-16, Trump lavdëroi 4 presidentët, fytyrat e të cilëve janë skalitur në malin prej graniti: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt dhe Abraham Lincoln. Ishin burra veprimi, burra ambicieje, burra guximi, burra të fatit dhe burra me inteligjencë vërtet të madhe, tha Trump, i cili nuk e ka përjashtuar asnjëherë idenë që edhe fytyra e tij të shtohet në Mount Rushmore. Mbi të gjitha ata ishin njerëzit e mëdhenj të historisë, shtoi presidenti amerikan. Presidenti argumentoi se përjashtueshmëria amerikane nuk buron vetëm nga kushtetuta, por edhe nga kultura dhe identiteti i veçantë i vendit. Ai dënoi përpjekjet e fundit për të na ashuar frymën amerikane dhe për të na larguar nga historia jonë, duke u zotuar para një turme kryesisht të bardhë. Ne do t'ia kthejmë vendit ton identitetin. Më pas Trump hoqi dorë nga çdo përpjekje për të mbajtur një fjalim tradicional presidencial që synon të ngrihet mbi ndasitë politike, të bashkojë partitë dhe të drejtohet qytetarëve të gjitha bindjeve. Në vend të kësaj, 4 muaj përpara zgjedhjeve afatmesme të nëntorit për Kongresin Amerikan, ai riktheu një temë që e ka përsëritur vazhdimisht kohët e fundit: paraqitjen e demokratëve progresistë si komunistë që përbëjnë një kërcënim ekzistencial për Amerikën. Trump foli vetëm disa orë pasi Zoran Mandami, kryebashkiaku i New Yorkut dhe socialist demokratik, mbajti një fjalim në mbështetje të emigrantëve, i cili u pa gjerësisht si një kundërpërgjigje ndaj Trump dhe lëvizjes së tij Make America Great Again. 4 kandidatë progresist, përfshirë 3 socialistë demokratik, fituan zgjedhjet paraprake të Partisë Demokratike në New York javën e kaluar dhe në Colorado të martën. Kandidatët progresist kanë fituar gjithashtu gara në Kentucky, New Jersey, Ohio, Pennsylvania dhe Texas. Trump e lidhi retorikën e tij antikomuniste edhe me temën kundër emigracionit, e cila ishte një nga shtyllat kryesore të fushatës së tij zgjedhore. Ndërsa po i afrohemi këtij përvjetori madhështor, shohim se identiteti ynë amerikan është sërish në sulm. Një brez pasi luftuam dhe fituam luftën e ftohtë kundër kërcënimit të komunizmit. Tani po shohim një ringjallje të kërcënimit komunist në vendin ton, përfshirë nga të ardhur të rinj në vendin ton, të cilët përfaqësojnë ide krejtësisht të kundërta me mënyrën tonë të jetesës dhe suksesin ton të madh, tha Trump. Ai e përshkroi komunizmin si një kërcënim më të madh për lirinë amerikane, sesa të dyja luftrat botërore dhe sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001. Është armiku kushtetutës, deklaroi ai, duke shtuar se mbi të gjitha është armiku i 4 korrikut 1776. Komunizmi është e kundërta e jetës, lirisë dhe kërkimit të lumturisë. Ai është vdekje, tirani dhe kërkimi së keqes. Trump argumentoi se komunistët nuk e duan Zotin apo fen dhe nuk kanë respekt për ligjin, drejtësinë, parimet, traditën dhe të drejtat e dhëna nga Zoti. Mund të jesh besnik ndaj Karl Marxit, ose mund të jesh besnik ndaj Amerikës, mund të jesh komunist ose patriot, nuk mund të jesh të dyja, theksoi Trump. Presidenti është kritikuar gjerësisht se po përdor 250 vjetorin për të rishkruar historinë, duke promovuar një rrëfim të përqendruar te burrat e bardhë të krishterë, si Washington dhe Jefferson, pa pranuar se të dy ishin pronarë sklevërish. Në fjalimin e së premtes, ai sulmoi interpretimet progresiste të historisë, sa për ata që përhapin gënjeshtra marksiste, për trashëgimin ton, që u thon fëmijëve tan se jetojmë në tokë të vjedhur ose se heronjt tan ishin shtypës. Ata po bëjnë diçka shumë më të keqe se sa të shpifin për të kaluarën ton. Ndërsa shtoi, ata po shpifin dhe po sulmojnë të ardhmen ton. Ne nuk do ta lejojmë këtë. Megjithatë, ai po fliste në Black Hills, një territor që qeveria amerikane ja mori në mënyrë të paligjshme kombit Sioux. Në vitin 1877, pasi Kongresi e detyroi fisin të hiqte dorë nga toka që ishte garantuar me traktat, Trump vazhdoi duke e bazuar kërcënimin e pretenduar komunist me emigrantët, për të cilët la të kuptojë se mund të dëboheshin nga vendi, duke u zëtuar se do ta mposhtë komunizmin shpejt dhe se do t'i dërgojnë në mërgim. Ai i tha turmës që buroriste: "Ne do t'i largojmë shumë shpejt dhe do të vazhdojmë të ndërtojmë vendin ton më të madh, më të mirë dhe më të fortë se kurrë më parë. Amerika nuk do të jetë kurrë një vend komunist." Trump i bëri thirrje Kongresit të heqë filibusterin dhe të miratoi Save America Act,
një projekt ligj që është kritikuar gjerësisht si një nismë për kufizimin e të drejtës së votës. Nëse e bëjmë këtë, nuk do të humbasim asnjë zgjedhje për 100 vjet, tha ai, duke shtuar se Partia Komuniste përbëhet nga emigrant paligjshëm, kriminal dhe kushdo që nuk dëshiron të punojë. Më herët gjatë mbrëmjes, aktorë që interpretonin Washingtonin, Jeffersonin, Rooseveltin dhe Lincolnin qëndruan pas foltoreve në një sken të mbuluar me qilim blu dhe recituan disa nga thënjet e tyre më të njohura. Këngëtari i muzikës country, Chancey Williams, mbajti një koncert. Në turm një djalë mbante një pankartë të shkruar me dorë ku lexoi Trump the Goat, të shtunën Trump miratimi publikit të cilit mbetet pranë niveleve më të ulta historike. Pritet i drejtohet një turme në National Mall në Washington, përpara një shfaqjeje të madhe fishek zjarresh, ndërsa një vale forte të nxehtit ka penguar festimet e ditës së pavarësisë në mbar vendin.